Sulmi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi impjantet bërthamore të Iranit tashmë duket si do të nisë të sjellë pasojat e para për botën e gjerë. Sipas mediave italiane, Teherani votoi të dielën të mbyllë ngushticën e Hormuzit pas sulmit amerikan. Sipas televizionit iranian, General Major Kostari deklaroi se vendimi përfundimtar i takon Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare. Por çfarë rëndësie ka kjo ngushticë dhe pse mund të preket e gjithë bota? Ajo shtrihet midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit dhe është i vetmi kalim detar nga Gjiri Persik në Oqeanin e Hapur, duke bërë atë një korridor detar me rëndësi kritike. Diku tjetër në rajon, si qendra operacione tregtare detare të Mbretërisë së Bashkuar, ashtu edhe qendra e informacionit JMIC e forcës së kombinuar detare shumë kombëshe të udhëhequr nga SHBAT, po paralajmërojnë për një nivel kërcënimi të lartë në detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, ndërsa konflikti Izrael-Iran vazhdonte e pas sulmeve të SHBAT gjatë natës. Kjo ngushticë shërben po ashtu edhe për transportin e naftës dhe gazit, për në pjesën tjetër të botës, e mbyllja e saj do të sjellë një krizë të re globale në çmimet e hidrokarbureve. Ekspertët nga ana tjetër vlerësojnë se tronditja ekonomike e shkatëruar nga mbyllja e ngushticës mund të jetë më e keqe se ajo e shkatëruar nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia.